tek mandati, Koli. Korrupsion këtu ka... Skepticizmi ishte tek mandati, me këtë e lidha. Korrupsion këtu ka vetëm Partia Demokratike, e cila bërit njëjtën gjë me atë Lefterie Luzit. E të kujtohet se ne kemi... Lefterie Luzit, çfarë nuk i thanë para disa vitesh kur ishte te KQZ? Çfarë nuk i thanë? Fjalën më të fundit. Të i bën njëjtën gjë, bën sikur u tërhoqën nga Lefterie Luzit, por në kohë lobonin dhe firmosnin kandidimin e saj te kjo e mbikëqyrjes civile, autoriteti mbikëqyrjes civile. Shumë mirë bën, po nëse flasin për korrupsion, këtu flasin tek korrupsion politik, po flasin. Korrupsion politik, pra. Jemi direkt vetëm te Partia Demokratike. Partia Socialiste thotë, po më patjetër, do më firmosni këtë, ta votojmë. Po më ta votojmë. Ku është korrupsioni këtu mes? Këtu është profit, këtu ofrohet falas Partia Demokratike. Tu s'ka lidhje fare. Ne ishim te dilli, pra. A ka dill këtu? A ka dill, pra, këtë pikpyetje ngritëm ne, Koli, pra. I dashur Roland, dill është kur ti mua më kërkon 3, dhe unë të jap 2. Se kam mbyll argumentin, a fare. Kurse ku s'ka dill fare? Ai firmosi 35 firma e tha duhet ta hedhë Shabani. Mregull, Shabani bjerë. Ata them pikën 3. Indër për e fjallën. 5. S'ka gjë, 3 ishim ke 3 vjen keq. Pra, unë mendoj që ne nisemi nga shprehja e urtë popullore, që armiku tim është miku im. Kështu që në këtë kuptim kjo është një intrigë brenda partive politike që njihet. Edhe për faktin që edhe Rama është bërë i vjetër brenda Partisë Socialiste, dhe atje do lind nevojë për inovim. Çdo ndryshim që ndodh ke partia më e madhe, tu çfarë lidhje ka këtu Rama se domethënë Rama ka mëkatet e veta bashkë me qeverinë. Po përpiqem ta them, s'ka gjë. Ku është dilli ta mes, ai s'ka fare. S'ka problem. E ka bërë dhe Shiraku me Mitterrandin. Po sigurisht për partia me flirte me. Po e ka bërë dhe PD-ja me Mitterrandin. Gjithë bën, ta janë gjëra të mira. S'ka gjë. E katërta, me që treshi nuk të bind. Unë mendoj që është interesant për ata që në ndjekin. E katërta që do thoja unë, që duket si një lloj avantazhi që po merr Saliani në formën një PR që po i bën media, duke personalizuar gjithë lëvizjen e Saliani, që unë mendoj që nëse lëvizja mbetet tek individi, tek emri Saliani, e ka të vështirë të bëjë të mundur rivalizimin e personit Berisha brenda Partisë Demokratike. Unë mendoj që do ishte shumë atraktive, siç ishte në fillim lëvizja me emra dhe me figura, se sa e personalizuar ke Saliani. Kurthi për mua, kurthi që po i bën media, që atij ti duket si PR, për mua është edhe pika më personalizimi i lëvizjes pra ke Saliani. Po ngeli vetëm, s'ka lidhje. Ali Mehmetin ja mori doktorin. Po i them pra, se po na dëgjon. Avlonin e kemi pas në studio javën e kaluar, tha, unë tha neta apo isha kërresht i fundit. Dhe po e mbyll. Në qoftë se Saliani mendon që e rivalizon Berishën emër për emër, për mua është një lëvizje dështuar që fillim. Në qoftë se mendon që Saliani mund të ndërtojë një ekip, dhe ekipi bëhet ajo që është kundërpërgjigje e individit Berisha, i cili personifikon gjithë partinë, unë mendoj që ajo është betejë e fituar. Kështu siç janë gjasat, mua më duken që është në një situatë vështirë. E para, jam dakord në princip me analizën që bëri Landi, por ka ndryshuar diçka po t'i referohemi historikut të këtyre lëvizjeve, përsa e përket fatit të atyre që kanë bërë këto lëvizje që kanë dalë. Janë kthyer pra. Kanë dalë në PD-ja, pastaj është zgjidhja e tyre, janë kthyer, disa të tjerë nuk janë kthyer. Nuk janë kthyer, por s'janë futur në politikë. S'janë futur në politikë, këtë duhet ta them. Dakor, në rregull. Se ky është realitet. Dakor, është për të mbështetur argumentin e Lamit. Patjetër. Nuk janë kthyer, po kanë ikur në politikë. Tani vim se s'kan bërë dot më hajër. Pozitat e Berishës në ato momente kur do që kanë dalë grupet, kanë qenë pozita dominuese në Partinë Demokratike. Pra do të thotë që Berisha ka patur jo vetëm pushtet, po dhe mbështetjen e shumicës së anëtarëve të Partisë Demokratike, që ka qenë pavarësisht skepticizmit që mund të ketë pasur në shtresat caktuara të anëtarësisë së PD-s ose të personaliteteve të saj. Sot Berisha është në tjetër realitet. Sot Berisha është ai që shikojmë para kryeministrisë. Është i braktisur nga anëtarësia, anëtarësia e Partisë Demokratike dhe ata që i shkonin në foltore duan largimin e Sali Berishës. Është tjetër gjë që nuk është momenti të artikulohet dashna Saliani, dashna figura të tjera. Kur është momenti më Beko, se këtu është problemi. Kur shkoj 125 vjeç, kur të vinë zgjedhjet për kryetarin e partisë. Dhe ti mendon që në zgjedhje brenda PD-s do të humbi Berisha? Një minutë. Unë ke sinqerisht? Një minutë, sokor ta marroj. Jo, unë nuk besoj që Sali Berisha do të humbi, se nuk e lë veten të humbasi. Por unë them, kushdo që del sot, them, është momenti më i përshtatshëm për të dalë dhe për të bërë këtë lloj lëvizje
madje duhet guxojë dhe të kërkoj largimin e Sali Berishës, sepse ai nëse duan realisht të çojnë zërin e antarësisë. Unë kam takuar para 2 ditësh një kryetar grup seksioni të rëndësishëm këtu në Tiranë, kam marrë makinën time dhe kam çuar deri te shtëpia. Dhe më ka thënë, në lagjen tonë, që është lagje shumë e rëndësishme këtu në Tiranë, ne jemi mbledhur dhe kemi vendosur që mos të shkojë më tek foltorja. Na ka ardhur një antar i kryesisë partisë, na ka bërë mbledhje dhe i kemi thënë, ma tha me emër. I kemi thënë arsyet pse nuk shkojnë aty. Si prish punë doktorit kjo fare. Dhe këta për çfarë nuk shkojnë? Nuk shkojnë se janë të gënjur. Do e thënë, Berisha filloi foltorën e dytë, por nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e së paras dhe më kryesorja nuk i sollin pushtet. Dhe përderisa për aq kohë sa nuk i sollin në pushtet, i gënjeu sepse ju tha do jeni ju që do zgjidhni kandidatët për deputet. Se faj Berishës dhe po faj këtyre që e besuan. E besuan, po tani u gënjyen një herë, tani nuk gënjehen për dytë një pjesë e mirë e tyre. Një herë vetëm? Unë flas në këto kushte që jemi sot. 34 vite. Unë flas në këto kushte, mund të ndodhi 35 vjet nesër. Si mund të fitojë Berisha? 35 nesër. Në rast se Berisha e lejon do të thënë e pranon të futet në zgjedhje me parimin një antar një vot siç është sot. Qoftë edhe me këto lista që ka... Dilte ti nga sindroma, Bego, nuk ka këtë nëse, nuk pranon ai, është... Nëse nuk pranon, nuk largohet kur. Jo. Edhe kjo parti është e destinuar të mbarojë dhe të fiket bashkë me të. Oke, ta vazhdojmë këtu diskutimin. Ku mendoj që... Ati nuk i kërkojë të ndryshoj, Koli, i kërkojë vetëm të respektoj rregullat. Dhe kushdo që të jetë kandidati, unë personalisht do t'i kërkoja të kërkon dhe siç Berisha kërkon. Vëzhgues të huaj për monitorimin e zgjedhjeve, duhen kërkuar vëzhgues nga Partitë Popullore Evropiane. Po kush ta kërkon? Ata që do jenë kandidatët, no. Se ti jemi serioz. Ata që do jenë kandidatë, no, Saliani apo tjetër kush do jetë kandidat atje. Se atje ka një thes me personalitete që duan të jenë kandidat. Shiko, unë Martin nuk ndodh kjo është utopi. Jo, normalisht duhet ndodhi, por është utopi. Duhet ndodhi normalisht në një mënyrë, nëse partia funksionon në mënyrë demokratike së brendshme, por koha dhe historia. Bego ka të drejtë. A marrim në analizë Saliani? Ka të drejtë një pikë që to unionet ku bën pjesë Partia Demokratike, mos i Partitë Popullore Evropiane, kanë ca rregulla strikte sa përket demokracive të brendshme dhe ka pasur raste kur ato kanë bikëqyrur ngritjen e partive të caktuara. Partia Demokratike, në fakt, është një parti e cila është investuar në Institut Demokratik Amerikan, Republikan Amerikan, nga konservatorët britanik, nga Hans Seidel etj. Po të marrim gjitha me radhë për të përfunduar tek këto formacione të tjera gjermane. Gjermanët dhe Adenauer kanë pasur gjithmonë vëmendje tek Partia Demokratike. Sigurisht kanë dështuar, nuk kanë arritur dot ta bëjnë, pastaj sepse mund të jetë dhe histori sociale e Shqipërisë, nuk është vetëm se po themi Sali Berisha nuk na erdhi nga qielli, është pjella jonë. Ato kanë dhe një natyrë rekomanduese, jo implikimi ka pasur raste kur e kanë ndjekur, por nuk besoj që do jetë ky rast. Partia Popullore Evropiane merr vendim. Merr vendim, ëh. Të përjashton, pezulloni herë, pastaj të përjashton. Të pezullon, pastaj sepse nuk e ka kërkuar kush. Janë kujtuar gjithë pasi kanë mbaruar. Pra se keni ndëruar gjithë që të rini poshtë sjetur. Pastaj u ke pasur s'ka pas vendi për zënë. Kjo që thua ti është vërtet. Kam drejt, pra e di që kam drejt. Unë kam gjithmonë drejt KPD për fat keq. Martin, unë jam ndaj mendimin e gjithëve përgjithsisht që lëvizja e Salianit nëse nis nesër, dhe unë kam frikë që po nesër do përfundoj brenda PD-s flas, pasi nëse nesër ai do i prishë festën doktorit, vendimi do jetë shumë i prerë. Doktori ka përmendur emrin tradhtar para një jave dhe nuk ka problem ta kthej fjalën në vendim. Por nëse lëvizja e Salianit qëndron qoftë edhe me emrin e tij, siç e redukton Lami, Saliani ka një avantazh që doktori nuk e ka, që ka kohën. Pra, Saliani mund të qëndrojë aty, mund të qëndrojë tek ai cepi, ku mund ta vendosi Berisha dhe temi enturazhit të tij, por ka kohën avantazh. Vetë është djalë i ri, ka bërë akoma 40, doktori është djalë i pjekur në moshë, pra le të themi në garën me kohën, gjithë humbin me garën me kohën, po Saliani ka kohë të humbas, ndërkohë Berisha nuk ka kohë. Pra edhe Saliani nëse reziston, mund tjetë aty, nëse reziston ama. Po ta marrim kohën edhe ta masim me kronometrin e ka ndorë Saliu. Kur mbaron koha e atit, fillon koha e Salianit, le të themi, dhe çdo naiv që mendon që lëvizja e Salianit do të shmang nga drejtimi PD-s Berishën, unë mendoj që ka gabim dhe është thjesht naiv. Sepse Partia Demokratike është një miniaturë e sistemit komunist të dikurshëm. Do më thënë, nuk kishte hapësira brenda sistemit të Enver Hoxhës
dhe gjitha ta që ishin kundra, kalonin kufirin me sakrifica atjere dhe atje e kishin lirin. Ndryshe, je brenda ati sistemi. Se dhe doktori kështu dhe një? Pa diskutim. Dhe nuk mundet brenda... E kanë ngritë klonin? Pa dyshim. Ajo e kemi thënë, është parti e liderit, është parti e Saliut, është gati si një pronë private, ku, ja, e pam në mirdit, u quan 2-3 veta nga sala, e bën Salianin i bret, edhe Saliu qeshte e aprovonte. Ku është mendimi i lirë këtu? Jo, në fakt që premtoj që duhet shkonte nisë poltore në dy me iden që të bënte një farë analizet brendshme dhe situatës, dilnin përgjegjësit. Jo ta ai, sigurisht ai s'ka faj, po të tjerë. Struktura të tjera. Ajo lloj strukture që ka PD-ja është e viteve 90 deri më sot nuk ka ndryshuar. E vetmja gjë, ndoshta, nga që është zvogluar PD-ja, nuk është më ajo situata ku njerëzit që ishin kundra merreshin e zhdëpeshin në dru në pallatin e kongreseve? Jo. Ka pasur dru edhe më të freskët. Ja ku e ke përballë. Edhe dru në natyrë. Po pra. Asë edhe dru të freskët. Po. Do më thënë kërcisë të dajaku. Tani, kjo është partia, tani në qovë se ata bëhen bashkë, Saliani, Ali Mehmeti e shumë figurat të tjera. Ta, nuk merre me këtë punë, do dalë. Ikën, Auloni mori një distancë që këtë takimi parë durës. Nuk kemi asë një shpres, bile edhe me këta ishte shumë e vogël, por tani nuk ka asë një lloj shpresi se këta mund të ndryshojnë diçka në Partinë Demokratike. Absolutisht. Sigurisht Partia Demokratike është forcë e dytë në Shqipëri, por që nuk mund të arri, jo vetëm të marrë pushtet, por nuk mund të arri të kush do qoftë të qaj Partinë e Saliu dhe pikë. Unë mendoj që ndoshta kemi shtruar me gabim temën apo diskutimin në kuptimin që do ta them tani. Që ndoshta të njëjtën gabim në logjik bëri edhe Berisha me lëvizjen e tij për të marrë godinën e Partisë Demokratike. Që e mori, bashkë me Vulën, bashkë me logon, edhe bashkë me strukturën që ai preferon dhe dëshiron. Por s'mori dot bazën. Okej. Më lejo ta shpjegoj, se po ma vret mendimin dhe s'po e them, okej, më thuaj çfarë gjithë emisionin tokë, e ngrita gabim. Jo, e kam në kuptimin logjik, jo, në vend se emisioni shumë i mirë. Po Berisha para se të merrte, unë jam dakord me ty që 8 janari ai imazhin që se merrte. Po ta thoj, po të më le ta shpjegoj, do ishte dakord me mua. Berisha fitoi zgjedhjet në 6 bashki, përballë Bashkës kuptohet. Dhe e mundi Bashën. Unë po dua. Sigurisht pëso nuk e mundi dot, po e mundi Bashën dhe po dën edhe pa logo dhe pa Vulë. Edhe po ta shikoj edhe emision si po e ndërtojmë. Edhe nga kati 11. Jam dakord. Unë po dua jo për atë çfarë duhet flasim ne. Sigurisht ne për këtë gjë do flasim. Se aty ka një problem Partinë Demokratike dhe dikush duhet ta drejtojë atë parti. Jam dakord, kjo është logjika. Po them. Në kurthin për të marrë Partinë Demokratike, radhë zoti Berisha, i cili e mori Partinë Demokratike. Po sot e ka gërmall atë. Sepse ka humbë bazën e Partisë Demokratike. Saliani, po synoi të marrë vetëm godinën e Partisë Demokratike, siç po tentojmë ne ta diskutojmë këtu. Ja mori Saliu, ja mori Saliu, e zëvendësoi Ndokën se mori Ndokën, e mori logon se mori logon. Mbetet edhe ai në kurthin e logjikën në të cilin hyri Berisha dhe sot gëzon frutet e asaj çfarë bëri si individ, po jo Partia Demokratike. Po, edhe ata që kanë tentuar jashtë godinës. Po jo mos e bën vazhdoj çka pikë zez, po se te 5 pika, rritë pika 2, datim ke 4 brava. Ideja është gjithë ata që kanë dalë jashtë asaj godine, nuk është se kanë bërë hajë. Sepse kanë dashur marrin godinën e morën e kolën. Jo, ata që kanë dalë jashtë godinës. More po ja po ta mbyll pra. Si një parti që ka dalë nga PD-ja dhe ka pas sukses.